Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar qeverinë se ka lënë vendin totalisht në duart e krimit. Në një konferencë me gazetarët, kreu i Partisë Demokratike kundërshtoi ministrin e Brendshëm Besfor Lamallari për arrestimin e të shumëkërkuarit Ylli Zalla, që sipas tij është vetëdorzuar. Një i kërkuar, i shumëkërkuar, Ylli Zalla i vendosin tritol në banesë dhe bën konferencë shtypi para shtëpisë së rënuar nga tritoli. Akuzon policinë si autore e mundshme e tritolit. Lamallari mashtron qytetarët. Thot se e arrestuam, ndërkohë Zalla u dorëzua vetë. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përdor kreun e Partisë Social-Demokrate Tom Doshi për t'i bërë presion protestes së qytetarëve, ndërsa u bëri thirrje demokratëve t'i bashkohen pa logo partijake. Bandat e Edi Ramës që nëpërmjet Tom Doshit sulmojnë flamingot, sulmojnë protestuesit paqësor. Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe çdo ndërhyrje të Edi Ramës ndaj lëvizjes paqësore rinore qytetare më të fuqishme që vendi ka njohur që nga vitet 90. Dhe u bën thirrje demokratëve të bëjnë çdo përpjekje për të marrë pjesë në këtë lëvizje si qytetar, jashtë logove partijake, në interesin më të mirë të vendit. Berisha ka akuzuar qeverinë se po ushtron presion mbi përfaqësuesit e saj me qëndrimet që mbajnë në rrjetet sociale ndaj protestës qytetare. Kreu i Partisë Demokratike ironizoi se Partia Socialiste ka ngritur Komisionin Balla, që viktim të parë do të ketë kryetarin e Parlamentit Niko Peleshi. Panik, tmerr, frikë në kampin e qeverisë. Krijohet Komisioni Balla. Komisioni Balla është komisioni që po kontrollon statuset në mediat sociale të nomenklaturës, për të identifikuar ata të cilët nuk kanë bërë statuse kundër lëvizjes rinore qytetare dhe flamingove. Pra, viktime e parë e Komisionit Balla do të jetë Niko Peleshi, i cili sipas Ballës është treguar sylesh ndaj lëvizjes rinore qytetare dhe nuk ka statuse në mediat e tij kundër tyre. A do ketë viktima tjera, do ketë. Berisha akuzoi qeverinë për mungesën e menaxhimit të situatës së krijuar nga zjarret, ndërsa ka akuzuar drejt për drejt kryeministrin Edi Rama për propozimin për uljen e numrit të bashkive në vend, duke thënë se ajo i shërben vetëm Ramës.